Pa Osmanin Dëhre Guxon, a e fiton sërish VV Kosovën? Po, mund të dalë sërish e para. Por pa Vjosa Osmanin dhe pa votën ngritë të Guxos, vetëvendosje do ta kishte shumë më të vështirë të kthej fitoren në dominim. Kosova po hyn sërish në një moment ku politika nuk matet vetëm me mandate, por me peshë reale elektorale. Dhe pyetja që po rri pezull mbi krizën e re është kjo: nëse vendi shkon në zgjedhje pa mbështetjen e presidentes Vjosa Osmani dhe të partisë Guxo, a do të fitonte sërish vetëvendosje? Përgjigjja më e ndershme është kjo: VV ka shumë gjasa të mbetej forca e parë, por jo domosdoshmërisht me atë komoditet që e ka shitur si epërsi absolute. Në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025, vetëvendosje mori 42.30% të votës dhe 48 ulse, pra doli e para, por jo aq sa të qeveriste e vetme. Më pas blokadës politike, vendi shkoi sërish në zgjedhje të parakohshme më 28 dhjetor 2025, ku VV-ori ndjeshëm, rreth 49.3% sipas rezultateve paraprake të KS dhe 57 mandate sipas Reuters AP, duke e lejuar më pas të formojë qeverinë me votat e partive të vogla jo shumicë. Kjo do të thotë se Kurti sot hyn në çdo garë si favorit, por jo si i paprekshëm. Pikërisht këtu hyn faktori Vjosa Osmani Guxo. Guxo u themelua nga Osmani para zgjedhjeve të 2021 dhe, edhe pse ajo më pas la drejtimin formal pas zgjedhjes presidente, pesha politike e projektit mbeti e lidhur me emrin e saj. Vetë në analizat politike në Kosovë pranohet se shumica e fortë e kampit të Kurtit në 2021 lidhej edhe me koalicionin me listën Guxo, që i solli një shtresë votuesish më të moderuar, më institucional dhe më pak ideologjik se bërthama klasike e VV-s. Sot ky raport nuk duket më aq i qetë. Ka raportime për ftoje politike, për distancim mes kampit të Osmanit dhe VV-s, për përçarje brenda vetë Guxos, si edhe për sinjale se LDK e shet të hapur mundësinë e një afrimi me Osmanin pas përfundimit të mandatit presidencial. Nëse këto lëvizje konsolidohen, atëherë VV humbet jo vetëm disa figura aleate, por një urë të rëndësishme drejt elektoratit që nuk është domosdoshmërisht kurtist i fortë, por që votoi një boshtë reformist, anti-establishment dhe me fytyrë më të pranueshme institucionale. Kjo është arsyeja pse, pa Osmanin dhe pa Guxon, VV me shumë gjasa do të mbetej partia e parë, sepse opozita ende nuk ka treguar se mund ta rrëzojë drejt për drejt në votë popullore. Por njëkohësisht, VV do ta kishte shumë më të vështirë të ruante shkallën e epërsisë që i dha ajër në fund të 2025-s. Në terma politik, kjo do të thotë më pak votë mesme, më pak votë zhgënjimi nga LDK-ja, më pak votë institucionale dhe më shumë kthim të bërthama e vetë tradicionale. Ky është një avantazh për të dalë e para, por jo domosdoshmërisht për të sunduar me të njëjtën rehati. Ky është një vlerësim analitik, jo një shifër zyrtare sondazhi, sepse nuk gjeta një matje të freskët e të besueshme që ta kuantifikojë saktësisht ndarjen e votës mes VV-s dhe një kampi të mundshëm Osmani Guxo. Një element tjetër vendimtar është vetë kriza institucionale. Reuters raportoi se më 6 mars 2026 presidenti Vjosa Osmani shpërndau kuvendin dhe thiri zgjedhje të jashtëzakonshme pasi parlamenti nuk arriti të zgjidhte presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Kjo do të thotë se vendi hyn në një klim lodhjeje politike, ku elektorati mund të vazhdojë ta shohë Kurtin si forcën më të madhe, por jo domosdoshmërisht si zgjidhjen më të plotë. Dhe sa më shumë të thellohet ndarja me Osmanin, aq më shumë rritet mundësia që VV të fitojë pa e monopolizuar dot më terrenin reformist. Pra, për ta thënë troç, po, VV ka gjasa të fitojë edhe pa mbështetjen e presidentes Vjosa Osmani dhe të Guxos, por jo njësoj. Jo me të njëjtin shkëlqim. Jo me të njëjtin rezervuar votash. Pa Osmanin, Kurti mund të mbetet i pari, por mund të dalë i pari me më pak frymëmarrje, me më pak aleat natyral dhe me më shumë kosto për të qeverisur. Dhe kjo është diferenca mes një fitoreje numerike dhe një fitoreje të plot politike.